Ja ku taku në më thënë të ashti prap. Po, shëndetje. Në ditë javë. Në ditë javë. E ditë se ditë javë, se ditë në fundjavë ka trafik. Po, në fundjavë ka. Gati tu jemi dhe ne, thonë ndjekësit. Gjatë gjithë javës punojmë për vete. Në fundjavë pushojmë për vete. Po. Atere, ku e lam? Gati tu jemi edhe neve, po thonë ndjekësit. Gati tu jemi. Gjithë më gati. Atere, për ta fituar, kemi njëllu ke infermierja. Unë nuk e t'i po para ca ditësh më kapin rrugë një banon të hapër shtëpisë tonë këtu. Unë e njeh kështu si fytyrë, po. Më ndalojnë ta atë orë, unë jam infermiere ata, po unë trime jam, po pse jam trime? Aty e vëmë. Po. Burimi, pse? E para ku pëlqej se na ke ndjekur. E dyta mbeti për të qeshur, sa jam infermiere, po trime jam, po pse jam trime ta? Ti do burimi se ne pse jemi kështu si që jemi. Pse jemi kështu? Burimi. Atere. Pra, pyetja me infermierën vazhdon tjetë në fuqi. Atere, kur një infermiere tregohet vërtet trime? Kemi thënë që nuk është kaq e thjeshtë, ore. Se është më e thjeshtë se kaq. Dhe problemi është që këto pyetje kanë misterin e vet. Po. Dhe kanë një logjikë. Po, e kanë një person që mund të japi përgjigjen. Kurse shkencëtarët, që merren me natyrën, nuk e kanë të person që jep përgjigjen. Shkencëtarët hutohet, se të kujton se ja të vetëm. Mundohen dhe po të gjetën vetë, ka rrugë tjetër. Atere. Ndërkohë, kemi pyetjen e parë a la milionera, apo jo, kemi thënë. Po. E cila është sot shumë, paka shumë. Në cilin nga këta filmat të famshëm, mund të dëgjohet, pra kur them filmat të famshëm, jo shqiptare, mund të dëgjohet një fjalim i Enver Hoxhës. A. Inside Man. B. The Interpreter. The Interpreter. C. The Man. Dhe D. The Dictator. Unë e kam parë këtë film. E dëgjoj në pulmon. Atere, dhe t'ja unem, atyre që na ndjekin, pra ta gjejnë të pyetje. Pra kjo është pyetja. Kemi thënë që kushdo mund t'japi. Kemi thënë që secili mund t'japi një version dhe dihet që 25% e këtij lloji kuici është e vërtet përgjigje, apo jo? Pra 25% se janë 4. Atere. Po dyja këtu është dhënë. Po. Është dhënë. Tani, unë nuk po shikoj më, me fjalë, nuk e di. Në ka ikur, mua më ka ikur imazhi. Ja, regjia po bën teste, po avancon mënyrën tonë të komunikimit, po avancon të bën. Jeni në rregull, vetëm sepse kam hapur whiteboard për të shkruar. Por regjia bëu trime si infermieria. Kur regjia bëhet trime? Kur guxon të eci përpara. Po me për mënyrën e komunikimit, i shtoj një dimension tjetër komunikimit tonë. Po. Atë në praktik shkencën, teorinë. Sepse ne jemi të vendosur që këtë lloj emisioni për bashkët edhe ta zgjedhojmë. Do ta bëjmë edhe të frekuent, më të shpejt. Sepse pyetjet janë vezë ekonomike, pra, domethënë ti e di, atë legjendën e vezës ekonomike. Mundohen ta qëndrojnë vezën në këmbë. Besoj. Ekonomi vendosur më sita. Po ja theu, pap, ja rrita. Po te dinë më, po se torta. Të vazhdojnë një të ty aklin. Të bëjë diçka që se ka bërë një tjetër. Megjithëse nuk ka një çuditshme sa duket, normalisht. Pa pika. Po më bënë. Tash. Po. Ka komente, ka pyetje, përgjigje. E më gjin tash. Po. Thot, e kam parë dhe unë këtë film, po s'po e gjej dot as në YouTube. Sepse... Atere. Inside Man. B. The Interpreter. C. The Man. Dhe D. The Dictator. Po e ndorë. Forca. Edhe një... Si kanë pa njerëzit, po njerëzit harrojnë për shembull kur shikojnë filmin, e shikojnë po tregon të dizinteresuar për autorin e filmit, për titullin e filmit.
Një pyetje, një Do të betoni një orë, ai të tregon të gjithë të dhënat, përveç se ka shtora. është një pyetje për Eraldin lidhur me ato anijet e Elon Muskut që dështuan. Pse dështuan? Të dështuar. Po unë e pash atë, do nuk është si, po është një si thua besash testi i parashikon të gjitha. Pa. Pse dështoi? Pse dështon Elon Musku gjithmonë, thot njëri? Normalisht Elon Musku në një farë mënyrë nuk ka dështu, në një anë tjetër ka dështu, është puna e botës, varet se si e shikon, gjysmë plot ose bosh. Normalisht Elon Musku me misionin 9 është misioni 7, 8, 9 të gjithë kanë dështu. Ai pa vazhdon dhe përsëri përmirëson. Ecë gjithë më shumë. Në misionin e 9 ai eci shkoi në hapësirë, e çaun thonë se dhe firmamentin, e çau, si ta thonë. Po s'ka që nuk ekziston firmamenti, dhe shkoi në hapësirë dhe në momentin e rithyrjes në atmosferë, aty u bë problem. Domethënë nuk ishte problem me shkuar në hapësirë. Janë thjesht hapa masapi. Disa hapa mund dalin me sukses, disa hapa jo. Por këto anije kozmike nuk janë përfundimtare. Kjo anije kozmike nuk do mund të shkojë deri në Mars. Askund. Thjesht do të një ulje. Mos e marrin ta burgosin si atë që donte të shpikte dritat, që vetëm dështonte. Edhe ai dështoi 2000 herë Edisoni. Jo. Po fundit e gjeti. Atëre, unë do ta ilustroj me fakt tjetër, sepse njerëzit nuk vërtet po sa punë duhet për të realizuar një shpikje. Sakrifica, madje sakrificat e shumë të rënda, për shembull Alfred Nobel që shpiku dinamitin, dhe dini që ju rrai vllaj, u plagosi vllajtin duke kërdia se shpërtheu. Pati tragedi me që. Megjithatë. Pyetja përgjigja për pyetjen është dhe diktator, thot njëri? Nuk është diktator. Megjithatë që më thënë që në fund do japim përgjigje për atë. Atëherë. Vetëm pse nuk është diktatori? Sepse nuk ka. Mundohu ta bësh të vogël këtë pamjen sepse na bllokon neve. Nuk shohin njerëz. Po. Nuk është tërheqës si unë e kam smadhuar kam përshtypjen. Janë dy, unë nuk e shoh vetëm, nëse njerëzit na shohin, okay. Jo, njerëzit ju shikojnë. Është okay, kjo kryesorja. Është komunikimi verbal dhe jo verbal. Shumë e rëndësishëm. Normalisht tjetra duhet shihet tjetri kur shplet. Pra, është problem. Tham që vazhdon, pra është në fuqi pyetja me infermierin, pra ku një infermier tregon ime, dhe po shtoj një pyetje tjetër. Nga këto, allasorit, apo jo. Atëherë, sipas jush, çfarë këngë të famshme, edhe duhet të vini veshin kujdes shprehjeve të mia, se unë ndërtoj pyetjen në atë formë që ka një indicje që të shtyr atje. Pra, bënda pyetjes time ka një indicje, ka një tregues që të çojë këtë përgjigje e dur. Atëherë, çfarë këngë të famshme duhet të kënduar Borbardha? Regjia. Jeni pa fjalë. Atëherë, tregoni kujdes tek mënyra si e formulojmë pyetjen. Pra, çfarë këngë të famshme duhet të ketë kënduar Borbardha? Forca! Është vështirë. Nuk është aq vështirë. Jo, ato që kanë pasion, këngët, muzikë, mund të shkojnë, ne? Fakti që unë, domethënë e theksoj këtë që të famshme, i vënë veshin në mënyrë se si formulojmë pyetjen, sepse aty qëndron dhe sekreti. Aty që indicia që tek përgjigja e dur. Pra çfarë aty ke fjalë. Pra çfarë famshme duhet të ketë kënduar Borbardha. Se dhe që ka pa vetë këngë dhe po ka pa këngë dhe më në versijë. Se mua më përqenë shumë edhe ty të përqenë besoj. Famshme ka një melodi. Këngë famshme ka një melodi. Këngën turke, thot njëri. Këngën turke. S'ka këngë tjetër.
Cilën? Cila? Jo, një këngë të famshme dhe mund. Edhe këtu që në sekreti, këngë është shumë e famshme. Ndoshta së shkurte. Ne Gezhase. Në Gezhase, jo. Dhe shkonde që ka të nuk, ka realisht, po. Atere, forca. Vazhdojnë për gjithë për... Po në mars kur do shkoj, thot Ania e Elon Muskut? A do ja Ai shënon të shkojë në 2026-2027, ka se plan biznesi, plan pune. Po. Mendon të shkojë atëherë, por normalisht me njerëz, nuk e ka thënë saktë, ndoshta nuk e ka dhe aq të cilësuar, por normalisht për 10 vjet minimumi, ndoshta mund shkojë me njerëz. Për 10 vjet, ndoshta. Unë kam dikur që fillimisht do dërgoj robot humanoid. Molla e kuqe është pyetja e Barbardës? I molla e kuqe, që ba ka qeni këngë, jo? Molla është simbol i gjithë qytetërimit njerëzor, normalisht. E gjem kudo mollën, në çdo lloj kulture, në çdo lloj fushë. Çfarë mendoni për Kuranin dhe mrekullit në të, thot një tjetër? Si thot? E ktheu te Kurani tani. Çfarë mendoni për Kuranin? Meqense Kuranin e kam thënë, ai me syrin e shkencës, ai shihet me syrin e historisë, është thjesht një libër që uli gjakrat në kohën kur erdhi. Qetësoi popullatën, se po vrisnin vetët edhe të tjerët. Shumë dobi. Njerëzit i rizgjoi moralin e njerëzve. Po. Rizgjoi moralin. Ka qenë shumë dobishëm për njerëzimin me këtë. Për atë kohë një herë ka qenë themelor, vendimtar. Për atë kohë. Edhe për këtë kohë, ka vlera, më shposh jetë ka vlera, por ku bëhet fjalë pastaj për se Kurani është si puna e asaj të mollës, bashkë me Biblën. Si molla me farën në mes. Gjithë turi i mollës është morali i njeriu. Po, e kuptoj. Para është mal pasaj. Po këtë para nuk e di, çfarë është, ashtu po të apo jo. Po morali është një moral nga njeriu dhe ky moral ka probleme. Po. Bibël e Kur'an, nuk është i kullum fare. Megjithatë, është shumë i mirë se sa i keq. Sigurisht. Atëherë, unë shoh edhe një pyetje tjetër, po të presim reagimin e pyetjeve me. Si mendoni, është këngë e famshme? Shumë e famshme. Barbarda. Kurse Barbarda, nuk them se Barbarda. Se mund të thënë për shembull që ku diu një heroin tjetër për shembull. I Rusia, po nuk thash këto, thash Barbarda. Edhe kjo është e ka atë shpjegimin, e ka atë prash, brenda indicjes. Njerëzit nuk janë dakord që Kurani ka probleme, kështu që të thonë kujdes thonë, se nuk ka probleme Kurani. Mirë, ajo është në konvështrimin e shkencës. Po. Normalisht në konvështrimin fetar, unë nuk i hy, normalisht të flasësh për Zotin, duhet dalësh nga shkenca. Nuk është zona tim, nuk është profesioni. Nuk flas, por nuk është zona tim. Okej. Por unë flas sa ka të bëjë me moralin njerëzor, psikologjinë e njeriu, të cilët janë pjesë të botës tonë dhe shkencën, që na përfshit natyrën. Pastaj, ke Kuranin me moralin e Kuranit, me autoritet e Kuranit, duhet të rishikuar dhe pak. Çka? Gabime ndoshta i parë, po ka ca gjëra që nuk shkojnë. Rishikohen, sepse në për një jetë dhe si puna bitë, dhe kërë nuk mund të rishikosh. Përmend një fakte shkencore që janë gabim në Kur'an, ose mos folni hiç, thot njëri. Nuk them diçka. Unë them një fakt shumë të rëndësishëm, një fakt të fuqishëm fare, po nuk duhet të zgjatem se mos ndrojmë temë, ose mund të lë një ditë tjetër për të thënë këtë fakt, është fakt shumë problematik fakt. Dhe unë këtu domethënë e kam më në shoh një sy tjetër punën e fesë. Dhe njësoj që dita Kurani nuk kanë ashtu dalluar, domethënë. Është problemi me Moisiun. Do e lej si kujt këtë, për momentin, për e lej si kujt, problemi me Musajin, është ai moral që të jetë ky ngjarje është shkatrues domethënë për njeriu. Po normale. Sa i mirë, sa i bukur po thuhet në ato libra fetar, të thush ti domethënë në arritën majat e nivelit njeriu,
Dhe po ta shohësh më të syrin e vet, është Maja, domethënë është një nga vlera më të mëdha të moralit njerëzor. Okej, E bën ky tim vinor fare, por nga ana tjetër, kur këtë moral e merr një njeri pa vlera, këtë çon në shkatërrim total. Po. Dhe kemi edhe sot ato që vrasin veten me bomba. Po. Nga kjo përta. Domethënë ka probleme. Tani, unë po formuloj një pyetje tjetër që ka të bëjë pra me astrofizikën, në kuptimin kështu. Domethënë po që një pyetje që është pyetje ala milioner apo jo. Atëherë, si do të quheshin banorët imagjinar të hënës? Pra, nëse hëna do të ishte banor, do ishte e banuar. Si do të quheshin? Ose që njerëzit do shkojnë hënë. Po. Si quhen? Ja, jo. Kemi disa... Monolit. Po? Monolit. B. Lunatik. C. Selenit. Dhe D. Troglodit. Faca. Bravo Regia. Atëre, vazhdojmë. Nuk kemë në version për infermierë trime. Kur infermierë tregojnë trime? E i kanë Ti ndihmon pak njerëzit, ka lidhje me gjipërën. I janë afruar shumë larg, janë larguar shumë afër. Atëre. Dakor, dikush. Atëre, disa thonë... Se ta me gjilpër, atë të mdun, kur shpon me gjilpër, po atëre kur tregojnë trime. Si tregojnë? Si? Po. Ka 700 metoda mënyra tek gjilpëra të bëhet. Kanë shumë të ndryshme normalisht. Kënga është Pamuk Princes. Pamuk Princes. Pamuk. Pamuk. Kur vetës Pamukun. Po. Jo. Titulli i këngës është Ne Güzelsej Yasamak. Jo. Shiko, mos keq kuptoni. Jo çfarë këngë se e kemi parë filmin Borbar. Jo është kënduar ajo, Jo është kënduar ajo. Unë të çfarë këngë të famshme duhet këtë kënduar Borbarda. Çfarë këngë të famshme? Jo këngë e filmit. Jo personazhin e filmit. Po është këngë njëhet domethënë, shumë. Dikush thotë për pyetjen e dytë, thotë që banorët imagjinarë të hënës duhet të jenë lunatik? Jo. Ose imagjinar, do të... Imagjinar. Pra, monolit, pra imagjinar, se nuk ka hëna, po. Ta zem se do kishin, pra. Se këtë do të thotë fjala imagjinar, ta zem se do të kishin banorë, atë do të quheshin monolit, lunatik, selenit apo troglodit. Pra, interesante këto pyetjet. Njëri thotë që çfarë mendimi ke për të shkuar në hënë, pse nuk po shkojnë akoma? Nuk kam shkuar në hënë, domethënë kanë shkuar në hënë njeriu dhe ka hequr kuriozitetin, që në vitin 70. Që po, nuk ka më interes. Tash ti do shkoj prapë. Këto vite do filloj të shkoj prapë. Dhe dikush e interpreton gabim, thotë që pse bëhet në 69 s'vajtën, po jo, ka vajtur disa herë, ka vajtur 4 herë. 6 herë. 6 herë. Nga 2 veta. Deri në 72. Deri në 75. Pastaj 3 vjet, vesh, po, 4 vjet, 3-4 vjet. Po për tokën... E shkojnë shpesh, çdo disa muaj. Domethënë imagjinoj, ishte bërë si rrugë, tranzit, ishte bërë si rrugë. Çfarë mendimi? Normalisht, aq mbaroi misioni, shteti amerikan ndërpreu fondet, i arriti qëllimin, fitoi luftën, atë konkurrencën e luftës sot, kush ishte më i fuqishëm në dominimin e hapësirës, dhe kaq, mbaroi. Nasa tani, edhe që ul teknologjia, u bën teknologjia më e lirë, nuk kushton më aq shumë, NASA do të çojë vetë njëri tashin han. Tash u bën teknologjia e lirë, që shkoi NASA vetë, me ato 2 fonde, 2 lekë që ka. Po. Dhe do marrim në misionin Artemis, do ndihmojë edhe nga Elon Musk, dhe do çojë njeriu këto vite në han. Dhe do shohim drita në han tash. Mas familjen do kemi drita në anën e errët të hanës. Aty ku do punojnë shkencëtarët në laborator. Do shohim teleskopi tokën. E kuptova. Banorët do të quheshin selenit, thot dikush. Si? Selenit. Pse? Pse selenit? Sepse toka e hënës është selenite? Jo. Pra, monolit, lunatik, selenit, troglodit. Mbaj që një me emrat, sepse ne do të gjatë në fundë. Pra, për quizin në milioner, pra me 4 alternativa, do të janë përgjigj në fund fare.
Sepse dikush mund t'japi 4 variante, kupton, po. Jo, mund ta gjejnë të gjithë, e kupton? Po ma pse mund të gjejnë. Që janë 4 alternative, do thotë që njëra është e saktë. Si është e mundur që Kurani e ka shkruar para mira viteve sakt zhvillimin embrional të njeriut? Po, normalisht ka shumë zbulime që janë bërë shumë kohë përpara Kuranit. Normalisht nuk është se kanë gjetur njerëzit e epokës Kuranit, si janë hapat, por ato e kanë qenë një uri që dieshin, janë parë dhe më përpara. Dhe po ta është librat historik të vjetër, aty do shpalosin një dije, një dituri që ka ekzistuar që në kohët e kaluara. Njeriu nuk dinte kaq pak sa mendojmë ne në të kaluarën. Dinte shumë më tepër. Ishte bërë struktura rregullar, edhe ligje, në disa qytetërime, me informacione që kishte marrë. Kishte grupe njerëzish që ishin specifik për një drejtim caktuar. Po forma e tokës thot dikush tjetër, është sferike apo është? Si ka mundësi, por normalisht njeriu ka ditë shumë më tepër, dhe ka qenë shumë i zgjuar me se mendojmë neve. Domethënë sot nuk kemi më zgjuar. Sta ka teknologjia, kushtet e mira. Na uli nivelin e aty. Atëherë njeriu ka vrarë mendjen shumë që ka rritur deri këtu. Po, patjetër shumë. Edhe na duket të di, por ne duhet kemi pasur një gjë, që ne deri në vitin 97 ne kishim telefona për shtëpi, këtu në Shqipëri, apo jo? Po. Mas të 98 morën gjithë telefonat dhe pas 2 vjetër dorën celular. Dhe ideja është tu, që të gjithë ne kemi vënë re se si bën fëmia, si flet, si dhe fëmia adoleshente kryesisht, kur fëmia fillon edhe kujton se kur i di gjitha, por prindrit. Kur i flet prindi një këshill, i thon një fjalë, kujdes tu, kujdes atje, fëmia kujton se di më shumë se prindi. Është njësoj si neve sot, kujton se di më shumë se ato të tjerë atëherë. E themi si e dinin ata. Nuk ka pas teknologji, po ca dije bazë janë shumë të rëndësishme, ajo ka pas, njerëzit i kanë pas. Nuk duhet njeriu i hershëm atëherë. Banorët do të quheshin Selen, sepse Selen është barabart me hën, Selenit do me thënë qenë të hënës. Bravo. Selen nga Greqisja, to Seleni ton hënës. Bravo, Selenit. Kjo është shpjegim, një përgjigje e plotë, e plotë dhe me shpjegim tamam. Selenit. Dhe një mësuesi mirë, në këtë përgjigje kaq perfekte, thotë ulu 9. Pse jo 10? Nuk e ka futur kot, sepse janë njëra do jetë nga ato të katërta. Do të gjeni. E ka shpjeguar dhe normalisht ulu 9 ose 8 varet. Do të thonë që ai mos të zej gjumë, mos fej gjumë tash, po të jetë prapë aktiv përmirësoj. Atëherë kemi pyetjen tjetër pra. Në cilin nga këto filma të famshëm mund të është një fjalim të pyetje? Edhe një herë? E fshiva pyetjen që u gjet dhe vazhdo. Okej. Tani, pra në cilin nga këto filma të famshëm, filmi i njohur shumë vetë kanë parë, por nuk e din si është filmi, pra Inside Man, The Interpreter, The Man apo The Dictator. Edhe ka një histori të bukur ajo. Erald. Po. Ti e ke parasysh? Unë kam parë atë film. Ti e ke parë që është kam parë gjithë, po kam parë. Po jap një ndihmë, është Denzel Washington me fjalë, aktori protagonist që po. Banda kishte marrë peng punonjësit e bankës, do bënte grabitjen e madhe, po kishin vënë një kaset ku dëgjohesh fjalimin e Enver Hoxhës. Po. Edhe nuk gjinin gjuhën dhe pyesin gjithatë një po ç'është kjo gjuhë? Një tingull i çuditshëm. Edhe normalisht pastaj doli njëri tha, po e di unë tash gjuhë shqip, tha, po çfarë do thotë? Çfarë po thotë? Po si e di që shqip edhe kur si di çfarë thotë? Po tha, ish gruaja ime dhe ka qenë shqiptare, tha. Po. Pastaj thirrën. Më zhvra veshin e theksin, tha. Ju kujtohet njerëzve tani. Po tash ti e the atë vetëm titullin tash, po hajt. Titulli. I nimove shumë. Inside Man është film. Si? Inside Man është emri i filmit. Bravo, Inside Man. Spike Lee regjisori. Inside Man. Sweeney duket? Ersidi. Maj shënim e ata, mos i le, maj shënim. Maj shënim ato. Patjetër. Okej. Si vajti puna e infermieres, thot dikush?
Infermier, si thuaj dikushit. Pra, kur një infermiere tregon që është vërtet trime. Sa herë në ditë bëhet trime infermierja? Sa herë? Shumë herë. Shumë herë. Se nuk del hëna e re asnjëherë të hënën, thot Bardhaku. Dhe kjo është që kjo është për ty, Eran. Po, hëna del të hënë të marrë varet si të rastisi. Nuk është e thënë, se muaji hënor nuk është sa muaji kalendarik. Dhe ka një spostim të përhershëm të hënës. Është si puna e spostimit të Ramazanit, e Baramit, domethënë që spostohet çdo muaj nga pak. Po. Kjo është puna e hënës. Po. Del edhe të hënën. Dhe rastis të hënë, marrë nuk u varet këtë rastisi. Nuk ka. Vetëm se hëna e re duhet parë me shumë kujdes në kalendar kështu astronomik që kemi neve, se me sy është vështirë shihet. Se hëna e re fare është aq e holl, sa nuk mund të e zbet, sa nuk e shef dot syrin njeriu. Domethënë është gati e padukshme. Gati e padukshme. Domethënë është një drapër viz. Po. Fare. Një pyetje thosh. Është drapër teorik normalisht, Po. jo praktik realisht. Ti ka emrin gruaja që të rrasin për të njohur zërin e Enver Hoxhës. E ka parë filmin, besoj. Ajo gruaja ka qenë me partisy të bardhë, kaq di. Ajo gruaja pretendoi, domethënë që ndimonte, tha, po deshet më hiqni gjobat që më keni vënë ta. Po. Ja u tregoj. Edhe tha. Ajo kishte qenë po. Gjobat ishte vënë me makinë. Po. Edhe tha, tha, ky është Enver Hoxha, tha. Po ky ka vdekur, tha. Ishte lider i Shqipërisë, tha. Ky thot tash komunizmi është i mirë, kapitalizmi është i keq, bla bla bla, tha. Pajtojmë që e ka pasur dije bazë njerëzimi më përpara. Po? Kurani i shkruan fazat shumë sakt, fazat e hënës. Po. Po, dieshin atëre fazat e hënës. Kanë qenë shumë shkencëtar të asaj kohe që merreshin me astronomi. Nga Kina, nga Babilonia, nga Egjipti, nga Persia, nga gjithë ato vende, domethënë gjithë çdo qytetrin, ose jo qytetrin, ka pas njerëz që kanë marrë shumë seriozisht informacionin që vite nga qielli. Çdo detaj, me matje. Kanë shumica e objekteve që masin qiellin, kompasti, raportori, orat diellore, etj. janë krijuar atëherë, në ato kohra. Domethënë, shikojmë mund të çka bërë që atëherë. Astronomia një gjë nga dashësia. Po. Madje ishte urania. E kisha fjalën për zhvillimin embrional, thot ai që ka bërë pyetjen, dhe jo për zhvillimin embrional. Edhe ajo. Njeriu ka bërë teste edhe me njerëzit. Ka bërë teste. Ai ke lexuar Kur'anin, thot dikush? E kam lexu. Shumë herë, ndoshta jo të gjithin, por shumë herë e kam lexu. Bibla po ashtu, Kur'anin po ashtu. Vetëm Budën s'kam lexu. Tani, ka një pyetje tjetër nga këto mistrecet. Kur një makinë, një autovetur, nuk duhet të preket. Pra, kur një autovetur nuk duhet të preket. Infermierja thot është trime kur nuk rrëzohet edhe pse është e raskapitur. Jo, shtrime kur. Çiko, ke qilpërë, po bën qilpërën ajo. Ajo kjo përgjigja duhet të thënë gjilpër në mes. Edhe unë aty them që kur bën qilpërën tregohet vërtet trime, me gjilpër në dorë. Po, të çpon. Është kur të shpon me sy mbyllur. Jo. Ma di të dhon syt. Forca. Autovetura nuk duhet të preket kur është Mercedes-Benz. Jo, po atë tek shumë nga inati. Në fakt, edhe kur është Mercedes-Benz nuk duhet të preket. Po kur ama? Po. Edhe kur është Mercedes, po kur nuk duhet preket? Nuk duhet preket. Sakën, thon turqit, sakën. Po, sakën. Kur është e paprekshme dhe bën alarm. Jo. Nuk duhet preket makina. Kur?
Kjo është shejtan pyetje. Këto janë pyetje që duket sikur nuk kanë lidhje. Po ka lidhje kjo? Është shejtan pyetje më. Duhet të dërgojmë infermierën që të marrin motivim për tjetrën. Ta dërgojmë infermieren. Domethënë, pse do shtoj publiku? Jam I sigurt që po na dëgjon ajo infermiera ajo. Pritë, kemi disa komente nga YouTube tani që unë si kisha parë në fakt, tani po I shoh. Po. Po tërkysi që tripe bëhet infermierja kur e kap me dorë gjilpërën. Jo. Shiko. Ka të tjera ty. Gjilpërë me gjilpërë, shpon me gjilpërë, po atëherë bëhet më trime. Regjia, pyetje njerëzit, a na shohin? Të çojnë sa komente? E sigurt që na shohin? Po, shohin edhe në YouTube edhe këtu, domethënë, megjithatë shumica në TikTok, por që mendoj se në YouTube. Unë nuk e shoh veten. Ti po jeni sigurt? Ta tregojmë të infermierës. Të infermierës tregoja. Atëherë, infermierja tregon shumë trime, me gjilpërë, shumë trime, me gjilpërë, kur të merr gjak në vetull. Atë merr gjak infermierja. Për ta merr gjakun vetull. Tonë, ajo të merr gjak në vetull, tri. Ashtë ai me të merr gjak në vetull, do merr trime. Më trim se kaq më ç't bëhet më ajo. Pra, përgjigja është, e dini gjithë përgjigjen, po s'ju shkon mendja. Po gjithë tani, po qeshin me këta. Po qeshin tani. Kur një autovetur nuk duhet të preket. Kur ka parë flak. Alla infermierse. Si? Kur s'është e jotja, thot dikush. Ka psuar aksident. Jo, nuk duhet të preket. Një autovetur nuk duhet preket kur? Si vetë mendja fare si vetë mendja. Po e thash këtë. Kur ka një grua brenda dhe është me nerva. Që ka ku si vetë mendja, dhe kjo është e bukura. E bukura është si? Kur e lan. E bukura këtyre pyetjeve që ndonë në faktin se çdo përgjigje përmban një indicje për të çuar tek ajo që duhet. Kur është në të merr të gjak në vetull. Tani aksident dhe s'ka ardhur policia akoma. Jo. Larg qoftë aksidenti, larg qoftë. Tani. Ishte bota nëse hëna nuk do të ishte. Si do ishte? Njësoj. As lloj ndryshimi. Fare. Hëna larguar apo jo, do na ikin? Nuk do kishte. Ana po largohet nga pak, po largohet gradualisht. Po. Që po të mos ishte që në fillim nuk do kishte asnjë problem. Po tash po ta heqësh hënën nga vendi? Po largohet. Do të shumë probleme. Mund të largohet brenda 1 milion vjetëve? Jo fare largohet, po do largohet. Do largohet. Do bëhet më e vogël gjithmonë. Atëre. Gysi thotë që vetura spreket në skenë krimi. Jo, Gys, nuk do preket fare. Fa krim, hiç fare, normalisht por nuk do të preket. Albiani thot, a mendon se njerëzit e parë në Mars do të ikin edhe do të udhtojnë pa kthim, nuk do të mund të kthehen dot më? Njerëzit e parë në Mars do tentohet që ato të kthehen, sigurt. Ky është qëllimi I njerëzve të parë në Mars. Sepse Marsi është jashtëzakonisht I largët. Dhe nuk ka kushte që ato njerëz të jetojnë atje. Për momentin, kështu që do bëhet. Jo vetëm kaq, por domethënë fakti që rruga është shumë e gjatë dhe edhe kthimi është pak I gjatë me fjalë kuptimi, kështu që duhet të presësh me fjalë kur Marsi të afër tokës sepse e di më mirë Eraldi këto, por është prandaj do ta fillojnë me robot humanoid, pra me robot si njerëz, që mos rrezikojnë jetën e astronautëve. Dhe pastaj dhe kur të shkojë njeriu në Mars, do tentojë që ai njeriu të mbasi parkohet të kthehet në tokë. Po normal. Është me hapa, avash, dhe kur krijoi baza atje, koloni atje, atëherë po. Do jetë dëshirën e njerëzve. Kush do të ri, kush do mos ri. Ideja është kolonizimi I Marsit. Shkojnë deri atje larg, po. Po. Domethënë.
Për ta bërë çiko, për ta bërë kështu që për shembull njerëzit këtu siç kanë shtëpi në plazh, kanë shtëpi në Mars. Po, normal. Njerëzit kanë shkuar blejnë toka në hën. Po, kam Blesh tokë në hën. Por që mund blesh dhe në Mars, kudo. Për shembull, Elon Musk mund një ide e imja, mund të çojë me mira robot. Po kjo është ide. Të ndërtoj koloninë për 2 muaj. Atëre, kur një autovetur nuk duhet të preket? Kur makina ka vdekur, do me thonë... Jo. Ndërkohë, mos harrojmë atë, çfarë këngë të famshme? Kur sa po e ke larë, se bomba që e prek thot, kur sa po e ke larë. Jo. Makina, autovetura pra nuk duhet preket kur? Nuk duhet preket. Kur ka alarm. Jo. Është me thjesht se kaq më. Kur s'ka defekt. Është normale. Kur s'ka defekt. Jo. Shikoni makinat. Kur nuk do ta prek. Jo. Kur është lule po s'prek. Jo. Në një farë mënyrë edhe ashtu po. Atëre, çfarë këngë të famshme duhet të ketë interpretuar, kënduar Barbardha? Është e famshme. Kënga është e famshme, nga më të famshmet. Dhe i bie ta ketë kënduar Barbardha. Barbardha thot njëri është, mos është eja lulebor? Eja lulebor me ty. Jo, shikon që me bukur, po jo. Ka kënduar një tjetër shumë të famshme, se këtë e din shqiptarët vetëm, kurse është e di gjithë bota atë. Ka oksigjen në planetin e kuq Mars? Po të kishte pasur oksigjen. I gjithë oksigjeni i Marsit ka vepruar me sipërfaqen e Marsit dhe e ka skuq, e ka oksidu. E ka oksiduar me fjalë. Është ndrysh kur Mars. Me hekurin në Mars e ka oksiduar Marsin dhe është harxhuar oksigjeni. Marsi është ndrysh. Ka shumë pak, domethënë, por që po nuk pati jetë gjallë, asnjë planet nuk mund të ketë oksigjen. Normalisht planet që ka oksigjen që po e pa me teleskop ne që ai planet ka oksigjen, po. E sigur që ai ka jetë. Ose ndonjë proces të veçantë kimik pastaj, që ne nuk e njohim, por zakonisht ai 99% ai thuhet që ka jetë pastaj. Gjetëm jetë, mund të themi. Domethënë Marsi është një planet që ka oksigjen. Marsi është ndrysh kur? Ai është ndrysh po. Ka shumë planet ndrysh. Sepse ka pas oksigjen përpara. Po. Po aty thotë oksigjen ka qenë nga jeta që ka pas Marsi përpara, ose si çdo planet ai ka pas oksigjen si gjithë tjerët, ose ka një proces kimik i çuditshëm, ne nuk e dim. Po shiko, planetet po aktivitet me fjalë gjeologjik. Apo jo? Po, ka pas aktivitet gjeologjike, Marsi nuk ka më. Tërmete, vulkane, po, më përpara ka pas, po. Po. Kurse sot nuk ka më, është ftohur si planet, shumë në krahasim me tokën. Toka ka akoma nxehtësi që nga krijimi i saj, nga formimi i tokës dhe nga pesha e madhe që normalisht ushtron sipërfaqja e tokës në thellësi. Dhe ajo man nxehtësi akoma, toka. Dhe ka vulkane, tornete, lëvizje, gejzer. Makina nuk preket kur është e shefit. Kujt? E bukur kur të shefit. Edhe shumë fakt, edhe shumë po. Kur është me nuse brenda. Atëre, nxito gjithë ta prekin. Jeni shumë të mirë në djallëzin tuaj. Si? Jeni shumë të mirë në djallëzin tuaj. Mundohemi të imitojmë natyrën. Jam pyetje shumë, domethënë që kanë një përgjigje shumë të thjeshtë, por që nuk i vete mendja. Edhe unë të ndoj në atë formë. Si? A është e vërtet që ka filluar të çahet hëna? Ja, nuk ka çarje hëna. Nuk ndodhin çarje në hëna. Hëna është i trupi qetë. I qetë, i vetmi ndikim në hënë është toka. Nuk ka forcat fugale. Por ajo është stabil. Nuk ka aktivitet gjeologjik. Po, nuk ka aktivitet gjeologjik, nuk ka vulkane, tërmete, normalisht ne do shihnim vulkane ndonjëherë në hënë, por nuk ka shumë para gejzera shumë. Është thjesht një trup i qetë, një cop guri dhe kaq. Po. Edhe kaq. Nuk ka shumë. Por është guri mpret.
ky guri hënës të shpon duart, është kristalor, me Po. cepa shumë të brep. Nuk është si gurët e tokës të lëmuar nga erosioni, nga ajri, nga përkimet. Nuk është si gur lumi, domethënë, lumullak, por është gur me shumë cepa, gur kristalor. Sigur toka mos kishte ajër fare, ashtu do ishte. Plus që është mbuluar hëna me një shtresë, domethënë, pluhuri kozmik që ka rënë edhe bie. Pluhuri kozmik, po, që ka rënë me mijëra vite me fjalë. Po, është akumuluar sipër. Domethënë edhe këmba e astronautëve që kanë shkelur duket që lëviz këtë pluhurin e bardhë. Po. Dhe ke rrobat e astronautëve që kanë ardhur në tokë, janë parë që janë çar ato copat e rrobave nga gurët që kishin shpuar. Po. Po. Janë në pretsu. Po, se rrezikojnë kostumin. Po, është rrezikshme, normalisht po, është rrezikshme. Ai Po është përfaqësa se sa jashtë me kashte safira dhe sikur. Kur i ka mbaruar karburanti? Atëherë do e prekësh se s'bën që ta mbushësh. Atëherë. Si do vjojmë? Kur makina ka targat huaja? Shumë diplomatik. Jo. Po e gjej dot më duket. Atëherë, si them, do të janë përgjigjet? Un kam një përgjigje. Ma thuaj. Kur është sapo lyer. E prek pa dashje. Atëherë, si do t'i japim përgjigjet që t'ja heqim kuriozitetin njerëzve? Patjetër. Po do lejmë një që normalisht t'i mbajmë menet akoma aktive. Atëherë, do lejmë këtë të kësaj të Borbardhës. Po, okay. Të pyesin te Kalamajnë, se Kalamajnë mund ta dinë. Po. E di si do thonë për shembull? Mund të thotë ndonjëherë kështu, "Hey Belaç, na gjetin me këtë këngë." Edhe kjo është ndihmë. Edhe kjo është. Hey Belaç, ku e gjete këtë këngë? Ku e gjete këtë përballë? Është ndihmë. Hey Belaç. Kjo është ndihmë, po. Po. Hey Belaç, është ndihmë kjo. Ja një ndihmë edhe. Atëherë, ta japim përgjigjen me autoveturën kur nuk duhet preket? Po. Atëherë, autovetura nuk duhet preket kur është e ndaluar. E ligj. Sa e thjesht. Kjo ishte fiks më e thjeshtë se aq. Kur është e ndaluar. Atëherë, unë besoj se sot ja arritëm qëllimin se si thua. Po. Super. Atëherë, ne nuk kam bërë gjithë, jurojmë gjithë mirë Një fundjavë të mbar. Një fundjavë të mbar. E tham kur s'punon ka ngel në rrugë. Po jo, kur është ndaluar, sepse e ndaluar ka kuptim e ndaluar si është dy kuptime. Ka dy kuptime, Është ndaluar. Është ndaluar të ecësh. Është ndaluar. Edhe të ndalosh ta prekësh, por edhe ndaluar. Është ndaluar. Atëherë. Një fundjavë të mirë gjithëve. Dhe mirë mirë. Dhe të përgatiten për javën tjetër, po the. Po, normalisht. Kemi sfidat shumë vështira pastaj. Se vështirësohen punët, vështirësohen gjithmonë më shumë. Këto janë vështirësi ato. Ka tira që janë. E vërtetuam atë që janë shumë të thjeshta, por nuk të vete mendja. Kjo është çështja. Po. Kështu që do mundohemi të nxisim njeriu në gjitha format e kapacitetit të tij, gjitha drejtimet e mendjes. Të tilla kuize, sa natyre, psikologjin, fantazin, po. Edhe kuizet me mendimin kritik, po, analitik, po, gjitha. Që njeriu të jetë i hap, domethënë të zgjidhë çdo problem që i del përpara. Qoftë shkencor. Ta Gerald. Okej, mirupafshim. Pafshim regjia. Miru ta kopshim. Mirupafshim.